Sa herë bllokohet rruga? Rruga bllokohet sa të bini mes shi, rruga bllokohet. Pa dronë bashkia s'bje, ne me prungu nuk bëhet punë fare, ose hik qevit vet nuk pyet asnjë se sa. Sa kohë qëndron e bllokuar? Nga momenti që bllokohet, për shembull. Qëndrojnë 2 ditë, 1 ditë, 3 ditë, mund shkojnë 4, deri mi javë kanë it. Të bllokuar. Ky mund të keni urgjencë shëndetësore. Urgjenca shëndetësore të më kalon krah si përpara. Kur bie borë, s'vjen njëri ta ha borën. Jo, si bim me në kuj, s'kemi fatroma, thot, gjëjnë fatroma të mborë. Kështu si, na kemi gel me mija herë bllokuja, vetëm këtë, se ka ra 5 vuja, ty kushen kura sa e zeze, banë si banë, Po tani vetëm ju e keni këtë vuajtje, e këtë harres? Qysh shkë asfalt e këtej? Po, gjithë, Gjithë, pra sa marrin malorin e Xiprit ne, vim këtej, është po njëta histori? E njëta halla, si pra ta qesë. Ma thellë problemi. Ne ma shumë, se na jemi. Por ata s'kishin shtru rrugën e komunës. Jo, se ka shtru. Po pse nuk shtrujnë rrugën e komunës, nuk ka pas kjo komunë? Fondët, s'mjaftojnë fondët, s'dalin lek për kënej, dajnë në një poshtë. Po që ju kanë gjetë juve, ju i keni edhe klimin e bukur? Ne ja kanë zgjidhur, thotë, hikin se pak kanë ngel, e kuptoj. Këto 5 pyesi kanë ngel, thotë. Lëvizin më shohin shok hikin më aty. Sa ka pas fshatur më përpara? Para 90-s. Po ka pas 100 shtëpi. 100 shtëpia. Pra gjysma kanë ikë. Më tepër se gjysma. Me të mërshme. Faleminderit. Faleminderit. Miq, do kemi vetëm një ndërprerje shkurtër publicitare. Kam gjitha banor që janë banor të fshatit Ket. Është një fshat shumë i bukur, do t'ju a tregojmë edhe përmes pamjeve me dron. Po edhe çka shikoni, unë jam i zhytur mes gjelbërimit. Në vend të vim në fshatin Ket për të folur për agroturizmin, me qenë se qeveria jon e ka moto agroturizmin dhe gjithë paratë i pardit i çoi për agroturizëm, këtu vim për gjërat më bazike, më jetike. S'ka rrugë. Se për ujë banorët bëjnë si bëjnë se kanë marrë këte burime vetë, po s'ka rrugë, s'ka ujë vaditës. Të tjera do t'i themi pas publicitetit.